Buqim në bu CHI Bu CHI podcast. Në Shqipëri ka një mpirje, Blan. Ka një mpirje, ta them seriozisht. Një rol të jashtëzakonshëm luan kryeministri. Ai është jashtëzakonisht I zoti në këtë pjesë. Domethënë, ke natë folje hapur në shpreha. Ka një aftësi ta devijoj dhe ta kanalizoj mendimin dhe mesazhin aty ku do. Sot ne jemi në prag zgjedhjesh në Tiranë. Jemi në prag zgjedhjesh jo se ndodhi një fatkeqësi që të kishte ndru jeta një fatalitet kryetari bashkisë, unë kam bërë një podcast dikur dhe një status më vonë ku arsyetoja në logjikë ligjore që në kushtet kur dikush humb mandatin për shkaqe të cilat vinë si rezultat I një veprimi me karakter penal, siç mund të jetë rasti konkret, pra për shkak të arrestimit apo burgosit etj., mandati automatikisht duhet të shkojë forcës tjetër. Pse? Për dy arsye. E para ndërgjegjëson njerëzit të mos kandidojnë të pakandidueshëm. Ti ke një mori personazhesh të cilat kanë humbur mandatin vetëm sepse gjatë një procesi të caktuar që u quajt delustracion etj. Rezulton me një zeza. Nëse forca politike X që kandidon këtë person e di që do e humbi mandatin dhe këtë mandat do I shkojë palës tjetër, nuk e kandidon atë. Pra do hiqim qafe një mori të paprezantueshmesh në drejtim e para. E dyta, bën ekonomi çdo proces zgjedhor në Shqipëri ka një faturë, sikundër në çdo shtet botës. Ka një faturë financiare. Ti merr një DLNG, e vën në krye të një institucioni për cilin ushtrohet të drejta e votës, edhe po humbi ai thua batalli madh. Besa kohësh, bëj zgjedhje prap, bëj një tjetër, edhe I fitoj prapë unë. Është absurde. Ai nuk ndroi jetë vllai dashur. Ti nuk e hoqe atë sepse ai dhe u detyruam po shkojmë palët të zgjedhjes së ndodhi fatalitet. Ai humbi mandatin. Pra ti si forcë politike nuk duhet të kesh më drejt të rikandidosh. Sepse tu dha një mundësi dhe e shpërdorove. Shpërdorove duke vënë një person I cili është I paprezantueshëm. Në rastin kur dalin figura të cilat bien për shkak të ligjit të lustracionit etj. Ndërkohë që në rastin e Tiranës, rastin konkret, kryetarit bashkisë, nuk ra për shkak të një precedenti penal që ai kishte patur, por ra për shkak të një procesi penal që ka në ngarkim. Pra, si mundet jo vetëm të dalësh me kandidat, por kryeministri për të shkuar tek ajo që nisa, del dhe thot kryetaria e bashkisë është kjo, mos u lodhni, mundësisht mos shkoni fare, shkoni me pushime atë dite, do jetë diel, siç është gjithmonë për zgjedhje, mund të hani drejt diku apo shkoni bëni ekskursion, çfarë lodheni kryetaria e bashkisë është kjo. Pra, jo vetëm është ideja që unë rikandidoj prap, po mua më lindë drejta të rikandidoj, por I jap të drejtën vetes të dekurajoj që të shkosh të votosh. Pra, dhe kjo në Shqipëri vihet e re që këto që janë zgjedhje pjesore lokale, por vihet e re që zgjedhjet e përgjithshme. Pra fryma në tërësi është të dekurajoj zgjedhësit të shkojnë të votojnë. Nuk është të japësh alternativa, nuk kanë programe. Nëse do t'i futesh, do shohësh që nuk kanë programe. Ndërkohë që Britania për shkak ka patur një parim që unë mbaj më nga shkolla, quhej rregulli I mandatit. Mendo çfarë kryevepre kishin menduar këta burra dhe gra brillant, që kanë prodhuar një koncept që quhet rregulli I mandatit, që nëse ti si forcë politike ke premtuar 5 gjëra, edhe sikur të ketë një propozim të saktë në le të themi në kampin kundërshtar, pra laboristët dhe konservatorët, nëse ti zgjidhesh dhe je laborist, dhe konservatorët kanë pasur pyetje të mira, ti nuk mund t'i marrësh dhe t'i aplikosh në mandatin tënd, sepse ke marrë votën me një mandat të caktuar. Ndërkohë që në Shqipëri merret vota pas një lloj programi dhe po ta vesh re, neve për shembull, se po kaloj nga deri po më hapet ai andi dikurshëm, jemi në kërkim me që edhe në fushën e ndërtimit, mes atyre paneleve që
bien për të hapur një kantier, shohim kështu zhbillojmë çfarë ka aty, sa kate do bëhet kjo, sepse edhe projektin se çfarë ndodh me qytetin tonë ose me lagjen tonë nuk e di, vetëm kur na konfigurohet arrim ose çfarë shohim gostit, na shkruaj kështu si sa kaçe do bëhet kulla ke lagjejon, do bëhet 25 apo 40, apo është kjo 100 ke lagjejon. Pra kjo është panorama. Kjo është panorama shqiptare. Në gjithë kjo panoramë ku praktikisht ka humbur çdo lloj koncepti, jo vetëm i rregullit mandat që është një majstri për mendimin tim, është një grad e lartë të civilizimit dhe shtetëformimit dhe shtetbërjes që britanitët mund të arritin. Që shqiptarët kurse si s'kan lidhje fare. Por të shkosh që mos kesh as program fare, ne jemi gati të të lutem, ama nuk adoptoj dhe konceptet e palës tjetër, në që kanë mira bëj, por këtu s'ka koncepte. Dhe qershia mbitor dhe kurajimi për të shkuar vota, për të shkuar ditën e zgjedhjeve. Ai të thotë mos u merrni fare, pra ai të humb çdo lloj sensi që ti të kesh një lidhje të çfarëdoshme, qoftë edhe periferike, siç mund të jetë një 4 vjet apo herë në 2 vjet, me vendin tënd. Tani më thuaj ti mua, nëse larg qoftë skenar apokaliptik, ndodhi që u bë një rekrutim për me shku në armë, kush nga ato shqiptar do i gjej veten pjesë të kësaj Shqipërie për me marr? Dikur kishin shtëpinë, kishin familjen, kishin lidhjen me vendin. Ti sot gjendesh në një realitet dhe kjo është mbar kontinentale. Po fus veten në logjikën e kontinentit evropian, siç kemi gjeografikisht, nuk e gjejnë më njerëzit veten të përfaqësuar në vendet e tyre. Po kam diçka për të thënë për këtë, Andi. Shiko, problemi i përgjithshëm, domethënë në të gjitha vendet e Europës është me të vërtet koncepti i John Beerit, po nga të dyja anët. Është problemi që e para fare nuk dihen të përfshirë, sepse është diçka që unë besoj nga këto të ashtu quajturit nga palët e tjera teori konspirative, unë besoj që e gjithë kjo pjesa e globalizmit, njerëzit pa kufi, ne jemi qytetarë të globit dhe të botës, është vetëm e dëmshme, nuk ka as një lloj kuptimi dhe përfitimi pozitiv për aq kohë sa ekzistojnë palët e tjera. Nëse do jetonim në utopi, po, saktë, qartë. Por kulla e Babelit u shpërndam, kështu është, ky është mallkimi jon. Tani, jo vetëm që nuk janë të përfshirë njerëzit, që nuk ndjehen pjesë e kësaj horës, të cilën ata aso kohë e mbronin dhe John Beeri e drejtonte. Ideja është se John Baba nuk ka më, ose John Beeri dhe John Nipi që erdhi më vonë, niprit e këtyre më vonë nuk linden më, figurativisht. E kupton, nuk ka më bir Johnny, as Nipa. Nuk ka legacy. Po nuk ka figura të tilla, domethënë që janë të gatshëm të sakrifikojnë veten. Gjo Baba vdiq duke luftuar piratin Rasman al-Nasur, se si e kishte. Eksaktësisht, nuk ka persona të tillë. Ë? Edhe mos u mërzit për që ndonjëherë të dalin gjërat e idesh deg me dekste, gjithsesi një bisedë kaq e bukur me do mos do ndahet në pjesë që ta bëjmë edhe më të përtypshme. Por ne e pam, për ta lidhur me realitetin e sotshëm shqiptar, Andi, që edhe ata që unë me shpirt u mundova ti ndihmoja, domethënë, pavarësisht se nuk bija dakord për sa i përket bindjeve politike, që janë aktorë të rinj politik vitin e kaluar, zgjedhjet e kaluara. E treguan, domethënë, që nuk janë bi i Gjoni. E treguan në fakt që janë thjesht pirat të kamufluar si bitë e Gjonit. E treguan, domethënë që kanë të njëjtën pelt se siç e kanë pasur këta sot e kësaj dite, e kupton? Dhe normalisht nëse ti të dyja variablat e këtij ekuacioni janë kundër zgjidhjes së ekuacionit, siç është mungesa e përfshirjes, por edhe mungesa e bijve të Gjonit, nga do vi frymëzimi? Kush do t'i frymëzoj? Kozaku? T'i frymëzoj Noizi? Arlin Qori, tani, e kupton,
Se po kaloj me statement me emra personal dhe edhe për efekt Jo mos janë emra personale, është Arlind Qori është person publik, duhet të dëgjojë edhe edhe për efekt të mediumit mbase është shpërtejë, si të bësh reklam, le të themi. Unë nuk kam në një lloj aderimi në të, por të paktën në logjik genuiniteti, unë për atë subjekt ku ti pati një lloj involvimi, paktën të ndoqat në distancë dhe mendoj se e kuptoj para shumë ku ishte. Në base mosha ime që ka 1001 defekte, por ka ndoshta 2-3 të mira që janë vitet, më dhanë mundësinë që shumë hershëm të realizoja atë logjikën që ti the. Unë kisha bindjen që në ditën 0 ata ishin të tillë, nuk u surprizova domethënë. Por nëse sot prap duke ju kthy viteve dhe ndjekjes së politikës, sepse është ajo shprehje e famshme që nëse ti s'merresh me politika do merret me ty, dhe përrjedhoj një predispozit minimale për të kuptuar dhe për ta ndjek, kuptova madje së fundmi pash një interpretim shumë të lezetshëm që thoshte fjala idiot vjen nga greqishtja e lashtë, që thoshte për personat të cilat nuk merreshin me politikë konsideroheshin idiotes. Pra personat të cilët ishin të përfshirë vetëm tek fusha e tyre, sfera e tyre personale. Dhe pastaj me kalimin e shekujve mori konnotacionin që njohim gjithë. Megjithatë, për të mbyllur gjithë hapje gjatë, çfarë kam vënë, sepse po e përmend emrin e këtij personi, po e përmend sepse neve në Tiranë, ti je jashtë për fat, ne në Tiranë përballemi me një masakër, pjesa urbanistike dhe ajo çfarë po ndodh në Shqipëri dhe në Tiranë kryesisht, për mendimin tim, neve flasim jo korrupsioni jo gjëra, dhe kemi krijuar struktura antikorrupsioni në Tiranë që për mua janë të mbetesh në primitivizëm, të ndjekësh sot pjesën e vjedhjes dhe korrupsionit është gati shterp. Sot në Shqipëri ka një, ndoshta gaboj, po bëj disclaimer, por për mendimin tim nëse ka një krim për cilin duhet të ndiqeshin disa personazhe në Shqipëri, është krimi kundër jetës. Sot ka një ndotje të frikshme që do përkthehet në një rezultat për shëndetin, por shqiptarët janë indiferent. Domethënë mbeten akoma ke paret, ke vjedhje, ke korrupsion, mirë janë të merr, janë plagë të pa imagjinueshme, janë të frikshme dhe ndoshta janë gjeneratorë gjithçkaje. Por sot nëse ka një vepër për cilën duhet marrë në përgjegjësi penale 1, 2 apo 10 persona, është për veprën e krimit kundër shëndetit, kundër jetës, kundër njerëzimit, quhet si dush, sepse ajo çfarë ndodh me gjithë këtë lloj papastërtie, mikro ndotës apo çfarë do lloj elementi tjetër, pa llogarit krimin urbanistik që do minimum 100 vjet të ç'bëhet kjo që po bëhet sot. Pra, unë mendoj që duhet ç'bër dhe prandaj dal me një emër konkret, sepse mendoj që është i vetmi që paktën me dorën e tij për aq sa ka folë, vetëm po të jetë i marr pastaj dhe do ma lejoj shprehjen. I marr është kompliment në rastin konkret, që të firmos me dorën e tij leje ndërtimi për kulla. Sot në Tiranë neve jemi përpara një emergjence. Ti ndoshta nuk e percepton. Më lejo të lutem të shtoj diçka, Andi, se kam një farun se ma kanë shkruar dhe persona asa kohë. E para fare, domethënë, sepse shiko, unë që konsideroj deri diku lëvizje mbajshme në kryen zotin Arlind Qori, e konsideroj goxha marksiste, për mos të përdor më termin e vjetër që kam pas përdorur dikur komuniste, është e hapur dhe unë vazhdoj atë akoma ta besoj këtë. Por Lona Zani, miq të dashur të Buçi Podcast, asnjëherë nuk ka frikë nga mendimi i kundërt dhe unë kam qenë ai që në zgjedhjet e fundit bashkiake i kam ftuar të treja palët e partive të reja. Bile unë kam munduar të krijoj kontakte me PS-n edhe me PD-n. Në rastin e zgjedhjeve të fundit bashkiakëve nuk u përgjigjen të rinjt. Unë kam bërë me Shqipëria Bashkë për Edona Haklej, kur nuk ishin akoma parti. Kam bërë me Brunilla Dhramin të nismës Thurje, e cila kandidonte për këshill, dhe kam bërë me Arlind Qorin, i cili kandidonte për kryetar bashkie.
të njëjtit mision i qëndrova përsëri në zgjedhjet e përgjithshme. Pse? Sepse çfarëdo lloj ndryshimi i mendimi personal që un kam është në thelb i rëndësishëm për mua, por është pak i rëndësishëm në mënyrë relative, në mënyrë krahasimore në atë çfarë un mund t'i ofroja si 200 apo 1000 personave mesatarisht që e dëgjojnë podcastin. Dhe fakti që Arlindi nuk ishte, dhe këtë dua që se nuk e kam thënë asnjëherë dhe çudi që s'e kam thënë, po mbase nga që unë nuk para merre me shumë me kështu justifikime etj. Arlind Qori është shtuar disa herë për zgjedhjet e përgjithshme nga Buçi Podcast, domethënë bisedat janë akoma aty, mund t'i tregoj edhe sot kësaj dite. Arlind Qori ka vendosur për një arsye apo për një tjetër, mos të vi kësaj herë në Buçi Podcast ose herën e kaluar. Domethënë ka qenë zgjedhja atyre personale, e kam shkruar 2 herë, e kam kujtuar edhe për të tretën herë, ka zgjedhur të shkoj diku tjetër, shumë e mirë, i kanë dhënë platformë, i kanë dhënë mundësi. Por unë edhe prej ndryshimit ideologjik, duke pasur parasysh realitetin shqiptar dhe mungesës të thellë, që këtu bjem dakord bashkë, nuk ka asnjë lloj diskutimi ideologjik, se s'ka paketa, domethënë. Normalisht çdo aktor që unë i konsideroj të rinj, pavarësisht se nuk janë të rinj, si Arlind Qori, as Endrit Çabani, domethënë kanë aq vite që merren me këtë gjë, kështu që automatikisht nuk funksionojnë të rinj. Unë kontaktova dhe të mundësia bashkë, për shembull. Tani 2 u përgjigjen, siç Endrit Çabani dhe Adriatik Lapaj, 2 nuk përgjigjen. Ama mik i dashur, i nderuar kryetari i një lëvizje apo një partie, në qoftë se numrat e mi për ty janë shumë të vegjël, dakord, zgjidhja jote, ama unë nuk mund të detyroj njëri, se kam goxha ndjekës edhe miq të mirë në Instagram për shkakun që ndjekin edhe lëvizjen bashkë edhe lëvizje të tjera që janë vërtet shumë të zjarrta. Atë është okay, e kupton, kjo është realiteti juaj dhe unë e respektoj. Po më është bërë disa herë pyetja, domethënë që pse more këtë, pse s'more atë, dhe sidomos kur ndodhi ajo që ndodhi nga pasaj që ja e shikon të thamë, do të kishte marrë Arlind Qorin. Arlind Qori është shtuar, miq, është shtuar disa herë dhe ka zgjedhur mos të vijë, është okay. Nesër pas nesër tani që do të kandidoj prap tek Buçi Podcast ka derën e hapur. Bile un vet aktivisht do e ftoj përsëri. Edhe pse është lënë sin mesazhi i fundit, domethënë. Unë nuk jam peti, nuk s'kam lindur dje. Nuk mërziten se s'më dhan biberonin, e kupton? Ideja është që un prapë kam dëshirën për ta kuptuar se çfarë është ai njeri. Bile aq më shumë kësaj here për ta kuptuar, se kandidoi herën e fundit nuk fitoi, tani kam akoma më shumë dëshirë për ta kuptuar se pse po kandidon përsëri. Se jo vetëm për fajt e atij, se duhet të ndajmë këtë gjë që pastaj këtu kaloj pastaj që e kalojmë justifikimin, tani kalojmë në bashkëbisedimin ton. Shiko, ideja është që unë vërtet kam një dëshirë të thellë të kuptoj të gjithë mënyrën e mendimit përsa i përket lëvizjeve të reja. Domethënë tashmë në fakt më kanë ngelur vetëm 3 nga 4 që ishin, po gjithsesi, një u tregua vet. Domethënë s'ka nevojë për podcast tjetër, është e bardha mbi të zezë. Megjithëse prapë do e kisha bërë një bisedë, domethënë, po Mahamani që nuk vjen më për shkak se e di që pyetja e parë që do bëhet është që si qysh tek. Gjithsesi, problematika që në ndodhin për të afruar dhe me politika shqiptare është pavarësisht të gjithë idealizmit që ne të dy mund të ndajmë si thelb, jo si drejtim, se mund të jemi në drejtime ndryshme, po si thelb që duhet një program, duhet një idealizëm, ideja është që duhet bërë pak inxhinieri politike dhe ekonomi politike në një njëjtën kohë. Po, Arlind Qori, për sa i përket personit tim, gëzon respektin e të qenit konsistent. Dhe ka një gjë që nuk ka asnjë njeri që mund të thojë diçka ti, domethënë është konsistenca e vet, është e qartë, e kupton, është e bardha mbi të zezë, ju pëlqen, si ju pëlqen vëlla, ai është, jepi Cezarit çai takon Cezarit. Megjithëse Arlindi do e urrente këtë krahasim me Cezarin, po që ideja është se të gjithë të tjerët kanë lëvizur jashtëzakonisht shumë. Ideja është prap Arlindi duhet të bëjë një farë ekonomie dhe inxhinierie sociale politike për të vetëm fakt se po bën një garë në pikpamjen time martire. Aq është
për momentin, sepse në këtë realitet jetojmë, jo për fajin e vet, nuk ka faja ite kjo, janë 101 faktorë të tjerë që hynë në këtë ekuacion, ku le të themi konkluzioni i tij është thjesht një martirizim i lëvizjes po edhe figurës vet, për të vetmi fakt se po kandidon me një figurë perfekte të estradës shqiptare, që kësaj here ka dhe qershin mbi tort, ka 2 qershi janë mbi tort. 1 që është opozitar, edhe 2 që është i pavarur. I pavarur po e vëmë në thonjza, deri diku. Edhe Charlin Çori nuk e fiton zgjedhjet e ardhshme, është fakt i parashikuar, jo për të dhënë demoralizim. Unë në qoftë se do ishte qytetari i Tiranës, si djath prap do votoj Arlin Çorin, se kam më shumë dëshirë të bëj, është më thjesht të bësh debat me një person që ka konsistencë, kupton? Që është gjatë gjithë kohës aty dhe i bie të njëjtë zgozhë gjatë gjithë kohës. Është shumë e thjeshtë të bësh debat edhe të gjesh gabimet e dikush si Arlindi, sepse janë persona me konstrukt, me bërtham. Është shumë e vështirë të bësh debat me persona të tjerë, palë të treta, që ti nuk e din nga e kanë nga fillimi, nga e kanë fundi, nga e kanë kokën, nga e kanë këmbët, domethënë. Kështu që hajde ta zgjidhin tash tani, si zgjidhet kjo mesele? Tani, kjo zgjidhet në mënyrën që unë të sqaroj pozitën time. Unë Erlindin nuk e njoh. Dhe përveç se nuk e njoh as lëvizjen e tij dhe nuk njoh për më tepër asnjë ditë timen në gjithë proceset e zgjedhjeve, ku unë kam marrë pjesë si votues dhe si person që kam ushtruar të drejtën dhe detyrimin për të votuar, nuk e kam votuar kurrë, as atë, as Lëvizjen Bashkë. Dhe kjo është një arsye shumë e thjeshtë, sepse kam votuar gjithmonë Partinë Demokratike më së shumti, përveç periudhës kur shkoja dhe digja që ishte një periudhë nga momenti që PD-ja ishte 2013, që për mendimin tim më shumë se 8 vite nuk duhet të rriasin forcë, edhe pse kam qenë i djathtë në bindje, kur mbaroi mandati i dytë, thash nuk do votoj as baban tim, edhe normal që nuk votova Berishën. Bëra një pauzë detox deri në 2021, votoja digja votën, domethënë, por shkoja në proces. Dhe mandej pasaj kam krijuar me duke votuar djathtë, domethënë. Nuk kam votuar kurrë Erlindin, kam votuar një herë, ndoshta Zotin Bojaxhiu, kam i ten, në proces po i mori pjesë, si alternativë për mos votuar të majtën, unë nuk votoj të majtën kurse si. Në 2013 nuk ka qenë ky moment që po flasim për Bojaxhiu. Dhe nuk më lidh absolutisht asgjë me Erlindin dhe e vetmja arsye pse më erdhi si emër në këtë pyetjen tënde që nuk ka as alternativa, ishte mjerimi ku unë shoh që Tirana po kalon. Tirana po kalon një masakër të mirëfillt Bleon. Domethënë, besoje ose jo. Ajo çfarë po i bëhet Tiranës është më e madhe se Tirana. Tirana se mban dot. Tirana nuk ka asnjë shans të mbaj struktura gigante përbindësha të kësaj natyre. Flas këtu edhe teknikisht, domethënë ti je inxhinier, ti je një dhe e kupton mbase 100 fish më mirë se unë. Me të njëjtat rrugë, që janë rrugëza, nuk janë rrugë, me të njëjtat kanalizime, me të njëjtat burime, rrjese, quaj si duash, me të njëjtin transport publik që nuk ekziston në Tiranë. Tirana nuk ka as metro, as tram, as gjë për gjëje, në alternativë ka vetëm autobus që zot na ruaj, dhe ato janë konserva peshku ato. Janë të lyer me ca shenja hibride, po nxjerrin ca tym që të karbonizojnë. Dhe është një qytet që nuk ka ndryshuar asnjë nga këto komponent, të cilët kanë qenë komponentët e këtij qyteti kur ishte i përbërë nga shtëpiza, nga shtëpi përdhese, nga pallate 6 kaçe, 5 kaçe, 7 kaçe maksimumi. Dhe është po një qytet me të njëjtën strukturë, me të njëjtën infrastrukturë që bëhet gati të pres brenda barkut vet. Godina 40, 50, 45, bëhet fjalë që është dhe 100 kaç, kam dëgjuar, sepse këtu është bërë thash, është bërë si gossip.
ama ku do bëhet 100 kaçi, ku do bëhet 50 kaçi. Kjo është niveli i bisedës në Tiranë. Tirana është kalamit. Jo, është inxhinieri sociale kjo, sepse është inxhinierim i diskursit publik, se sa aq më bastare të bëhet, aq më shumë bie ndjeshmëria, sa më shumë bie ndjeshmëria, aq më shumë hapësirë ke për të bërë jo 100, po ta bësh edhe kështu si gjarë, për e kupton, bëj çfarë duash ti. Absolutisht, prandaj po them, këtu është ulërice kjo pjesa. Dhe ky personi që mua më vjen si emër, që thash as e njoh as e kam votuar asnjë orë në jetën time, më vjen si emër vetëm sepse ka folë shumë dhe ajo që thej ti, që kam bajt njëtin sekand gjithkohë, bababam, që unë, oligarkët, kullat, merri, etj, sa që do ishte paradoksi i paradokseve që ky të vinë dhe të firmosi kull, nuk e besoj kurrë si do e bënte, do ishte çmenduria e çmendurive. Po mos e nuk e bën atë. Unë them, nëse vjen puna për të votuar në datën X apo Y, që presidenti e dekreton si që do kryeministri, sepse ka procese gjyqësore do për të. Ç'do thuash, këtë qash më parë nga të mundshmet, është vetëm arsye pse mua më del ky emër nga goja. Nuk ka absolutisht asnjë lloj lidhje dhe asnjë lloj lidhje kam iden do ketë nga dita që do mbaroj procesi i Tiranës. Sepse për mua nëse ky bën logjik për Tiranën. Unë jetoj në Tiranë, kam lind në Tiranë, jam rrit në Tiranë dhe me gjas do kaloj me shumë gjas kohën më të madhe në këtë qytet, ndoshta edhe në Bryskë. Patjetër, o Andi, shiko, edhe unë kur thash nuk dhe të perceptosh që Tirana të vazhdojë këtë lloj cikli që ka nisur, dhe me zonjën në fjalë do e vazhdojë dhe do e stër vazhdojë. Dhe mbasi edhe me atë djalin që kam më shumë konsiderat dhe thash, ai kandidoi në një forë që unë kam votuar gjithmonë, gati e kam natyrshëm të votoj për të, dhe akoma një lloj dyzimi e kam, por është vetëm po dua të gënjej veten që mbasi ekziston akoma një frymëmarrje e mundshme për këtë qytet. Të mirë, ma besoni, është qytet i mirë. Të gjithë rrugët e famshme të Tiranës janë katëdisur nga kaq, dhe brenda këtyre rrugëve nga kaq kalon një mori e jashtëzakonshme makinash, sepse duhet kuptosh edhe këtë. Sot Shqipëria, gati 80% është e përqendruar në Tiranë. Sot makinat janë, pothuajse 80% e makinave të Shqipërisë qarkullojnë në Tiranë. Dhe Tirana, në vend që të marrë frym, sepse ka marrë këtë formë metropoli, është shrinkur në një mënyrë të frikshme. Pra ka ndodhur të them diçka që ta bëjmë çik bisedën pak dhe themi pak më reale, më gazmore për njerëzit e thjeshtë, siç e thamë, njerëzit e zakonshëm, siç e thëtim përpara, që mos i prekin të atij zakonshëm. Kur kam pas filluar shkollën, kam pas filluar një kurs prove verkeerswesen. E përkthyer në shqip përkthehet gjithësia ose lënd transporti, domethënë transporti, network, gjëra. E provova, ishte e bukur, isha shumë e mirë në ato. Por nuk e shifja veten, nuk është ajo pika ime e fortë. Unë nuk jam një person që mund të ulem në tavolinë më shumë se 2 orë edhe të vazhdoj të dizajnoj gjëra. Nuk është pika ime e fortë, ka të tjerë persona që e bëjnë me dashuri, unë nuk mund të bëj diçka që se dua. Në momentin që ndryshova institucionin shkollor, domethënë kisha fatin të edukohesha në 6 module që i përkisnin inxhinierisë civile, se duhet të kemi ndryshimin e njerëzve, inxhinieria e ndërtimit është për ndërtime, inxhinieria civile është për ura, rrugë etj. Andi un kam qenë average mesatarisht 3% larg ekselencës. Në faktin do të thënë që jam është edhe mangësi, mund të jem një çik autik, domethënë. Mund të jem diku në spektrum, për këto jam goxha detajist. Jo, jam goxha detajist, jam i fiksohem ndonjëherë me gjëra që njerëzve të tjerë duket jo normale, e kupton? Edhe nuk kam probleme, nuk e thash në mënyrë negative. Jo. Dhe për këtë arsye, domethënë nuk kushtoja zakonisht shumë të vëmendje. Plus në ndim ka ardhur edhe një farë simulatori ose loje gaming që quhet City Skyline, domethënë që është që për mendimin tim duhet të jetë lënd me detyrim të kesh arritur një farë lloj niveli në atë lojë për të gjithë planifikuesit urban, domethënë që ta dish what the fuck you are even doing, domethënë ai simulatori është domethënë gjë më perfekte që ka dalë ndonjëherë, domethënë se mund të lëj literalisht 6 orë përpara kompjuterit
ti ke 6 orë që prishe ndërton rrugë dhe akoma nuk e ke zgjidhur trafikun. E kupton? Se atje domethënë vërtet të sprovon edhe të çon literalisht në një vend jashtëzakonisht shumë të errët, të egos tënde personale, që ti mendon që ishe i mirë në këtë lojë, por në fakt loja të tregon që ti nuk je i mirë, ti thjesht je pasur fat. Dhe unë kam do dëshiroja të isha qytetari i Tiranës, të votoja Arlind Qorin, edhe ai të bënte ato që donte. Domethënë unë do votoj, unë shpall sot publikisht, domethënë që unë prapë ato do votoja. Në zgjedhjet e ardhshme ato do votoja sepse ato mendoj, edhe nëse e di që vota ime do digjet edhe ai nuk do zgjidhet, prapë ato do votoja sepse më mirë zgjedh ata që i njoh, edhe që nuk bie dakord se sa dikë që nuk e njoh edhe nuk e di nga frynera. E dyta, për sa i përket njohjes së Tiranës, që prej podcastit parë që kemi bërë me Nea Ziun, që e përshëndesim pafund, më ka sugjeruar një grup Architectural Uprising, që funksionon në shumë vendet e Europës, por jo vetëm, që në momentin që unë jam aktivizuar tek ai grup, e kam ndjekur në faqen time të Instagramit, por jo vetëm, ka pasur një vëmendje specifike të përkushtuar jo vetëm këtyre videove të vogla me sigurinë e ndërtimit e tjerë, por duke ftuar personalitete ndryshme që mund të flisin për arkitekturën, për planifikimin urban, për 1, 2, 3, 4, 5 gjëra, sepse Tirana është si një 75 vjeçar shqiptar që është diabetik, është astmatik, ka probleme me mushkrin dhe në të njëjtën kohë abuzon me sheqerin dhe yndyrna, në të njëjtën kohë pi dhe duhan siç po bëjnë tani dhe në të njëjtën kohë vazhdon abuzon me alkoolin, duke i pasur të treja këto gjëra. Vazhdon akoma në të njëjtën rrugë. Tani ideja është që do e varrosim këtë trup të përbashkët përpara se të vi dita, apo do na duhet dikush me spat, po jo si ai psikopati përpara, pavarësisht edhe ajo ka qenë diku fajin, që vërtet të ndërmarri diçka, po kësaj here jo me shtyllat, po me viganët e betonit dhe për më shumë me viganët, le ta quajmë, të kancerit të administratës shqiptare. Se këtu përmbledhet çdo lloj gjë. E ke parasysh, kemi persona domethënë që punojnë në përgjithësjellsa dhe blejnë breket e gruas sekretarit bashkisë. E ke parasysh, gjithë personat e kualifikuar kanë ikur në Itali, kanë ikur në Greqi, kanë ikur në Hungari, kanë ikur, e kupton që ta merrte me atë mëson shqiptar hungarisht. E kupton, kanë ikur njerëz profesionistë mësojnë gjuhë domethënë që nuk janë fare afër tonës. As aty mitit domethënë se cilat janë vendet e mira, vetëm domethënë që se njerëzit mendojnë se njerëzit ikin për lekë, që nuk ikin njerëj për lekë, drejt për drejt, domethënë dhe një vëlla më ka bindur për këtë pjesë. Për lekë nuk ikin njerëj. Njerëzit ikin nga mungesa për të shkëlqyer, nga mungesa për të provuar, nga vjedhja e asaj që thamë përpara të zbulimit, po më e rëndësishmja është që historisht që s'kan për të ardhuar asnjëherë është nga mungesa e dinjitetit. E kupton? Në momentin që ti trajtohesh si literalisht si player, njerëzit e trajtojnë njerëzit se kjo e më e bukur është se nuk ta bën dhe as ai që lart, ai ta bën më lart, po ai është me planesh e projektuara, ai e di se çfarë po bën dhe di ku ka qëllimin. Mungesa e dinjitetit lisë në për autobusat urbane, se historia që më kam treguar 3 herë, po tregoj për herë të 4, që ishte një zonjë, i dha lekët Faturinos edhe haroi të jepte kusurin kur ja kërkoi ajo e shkreta që e bëri, kupton tash e bëri zonjën në mes autobusit i kërkonte kusurin atij Faturinos, edhe pasi e detyroi, domethënë në atë pjesë i thoshte jo, po unë se mbaj mend. Çfarë mos më lekë, bëheshin fjalë për kemash 200 lekë apo 300 lekë se mbaj mend. 200 lekë bëheshin fjalë. I dha 1000 lekë ajo shkreta, ishin dy vet ata, 400 njëri, 400 tjetri, 200 lekë dhe ai thoshte jo se mbaj mend. E ke parasysh, edhe u bë një situatë aty në stacionin në autobus brenda ku isha unë. Që thash, edhe kjo duhet të iki. Kjo mund të jetë edhe 80 vjeç, po duhet të iki sot e një kësaj dite, e kupton, të çoj ty një bashkklasor, nëse do ta quanim në gjuhën e vjetër, të detyroj të futesh ti në ato lloj urash, të më që një pështirim i përditshmërisë, një farloje se ne e bëjmë me Fajramën, e ke parasysh, po ne kemi maçokun vet brenda burit. Ne ja bëjmë njëri tjetrit, e kupton? Ne e kemi, nuk e di valla, gjë çfishtas ka qenë, nuk ka qenë mbrapshtej.
e ka pasur dy fije në kokë, e kupton? Seriozisht, po është çmendurim më buridheu. Si ka mundësi që jemi kaq shumë gati, jemi domethënë një faun bakteresh që jemi gati të ham njëri tjetrin. Domethënë, por prapë refuzojmë se ky është sa larg kalova me këtë. Por refuzojmë si bakteret reale që një herë, dy herë, tre herë pasi merr antibiotik atëherë kur s'duhet bëhen inteligjence dhe i rezistojnë antibiotikut, ne nuk jemi as inteligjenca një bakterie të fillojmë të rezistojmë antibiotikut. Ne vazhdojmë, e pranojmë antibiotikun dhe ham njëri tjetrin. E kupton? Bën sens la? Mandati 4 me 83 deputet, më shumë se gjithë herët e tjera. Qa them tash? Ja. Ti jo vetëm që nuk krijon rezistencë nga këtij antibiotiku, ti thua që po, tani do funksionosh më mirë. Kupton sa absurd, sa se është jo natyrale, kupton? Çdo lloj organizmi në planetin që ne jetojmë, që sipas juve që dëgjoni ose ka bërë Big Bangu, sipas nesh na është dhuruar, e ka rezistencën në thelbin e vet, është ajo çfarë edhe për ata që besojnë në evolucion, rezistenca ndaj realitetit e shtyn atë evolucionin të eci përpara. Ne jemi anomali. Ne jemi anomali gjenetike e universit, vëlla. E ke parasysh që nuk ndryshon asnjë gjë, vëlla. E kupton, ne jemi një, e the bukur ti çfarë. Ne jemi vërtet një provës qelçi në laboratorin e globaliste. Sepse te ne përdoren gjithë kohës në njëjta mënyra, edhe pritet që të dali një konkluzion tjetër. Dhe ka i diçka që, siç e the, më realisht është kështu, duhet si shablon, po më të mirë të kanë ikur. Dhe kjo është arsyeja pse mekanizmi tashmë u kuptu pak shumë. Domethënë ulet numri i popullsisë, ata që votojnë janë më pak, me 700.000 vota më pak kësaj radhe u morën 10 mandate më shumë. Pra, domethënë mendoj zgjedhjet e tjera do votojnë prapë më pak dhe do shkojmë me 100 mandate, sepse gjithë ata që mund të jenë jo kundra sepse kanë një lloj mlefi, po kundra sepse është ideja që çdo kush ka nevojë të lëvizë. Është domosdoshmëri, është njerëzore, është civilizore, është vej emrin që do, është jetike. Nevoja për të ndryshuar X-in me Y-in, qoftë dhe Y-i të merr zërin nga të dush me një të zeza, duhet në një moment caktuar të shiftin njëri me tjetrin, sepse është e pamundur që të mbash të njëjtën gjë. Vetëm për këtë, nuk ka asnjë lloj arsye tjetër. Zonja Merkel që qeverisi Gjermaninë dhe që këta tulat që na marrin në qafë rregullisht, sepse marrin një rrogë në administrat dhe kanë marrë një titull që quhet patronazhist dhe valbisin me krenari, ndërkohë që nuk është gjë tjetër veç analogjia e termit sigurim si i viteve përpara. Dhe mendoj që dëmi social që krijohet në njerëzimin shqiptar është po i njëjti. Se është rënje i qenies njerëzore, është rënje i njeriut. Kur njeriu kthehet në vegël, bie moralisht dhe bie ndërsinë e vet. Dhe prandaj bëhet i shëmtuar, nuk është puna fare se i përket X-it apo Y-it. Thjesht është i gatshëm kthehet në vegël. Ka humb koncepti, nuk është më subjekti së drejtës në termin juridik, është të kthyer objekti së drejtës, është liposent. Dhe kjo është kuintesenca e patronazhistit. Është cent, është një mekanizëm për prodhu një rezultat. Edhe moralisht në momentin e parë që bëhet objekti së drejtës, bëhet subjekti të padrejtës, pra. Ky është problemi. Patjetër, shkojmë bashkë. Është ekuacion i pastër. Por kemi një realitet që këta persona për hir të rrogës, të vetë tyre apo të djalit që mund të jetë në të çuni xhaxhit të Kunatit, të Baxhanakut, e kupton? Të Kunatit, të Baxhanakut, shkojnë gjithë fisit votojnë të njëjtin sepse do të mbajnë X-in me rrogën. Jam i gatshëm të jap kështu, vetëm ju lutem thirrni medias. Zonja Merkel, që këta e përmendin këta lloj qenies, këta lloj organizmesh, e përmendin që bëri edhe 4 mandate. Bëri 4 mandate e para ishte
ishte ekonomia më famshme dhe më zonja dhe më arrirë e Europës. Ishte lokomotiva në kuptimin e plot fjalës së Europës. Pra qeveriste me këtë lloj parametri dhe mbajti deri ditën e fundit e para. Pra rekordi ishte i tillë, nuk ishte e fundit që ta legjitimoj veten. E dyta ishte në qeveri me një koalicion që përfshinte brenda vetes anë dhe zën, dy të kundërta. Pra nuk është se ishte i plot fuqishëm. Zonja Merkel nuk e çoi në përmend që në mandatin e katërt ishte më e fuqishme se në mandatin e parë apo të dytë. Nuk ekziston në Gjermani gjë e tillë. Por arriti me koalicione të shkonte deri në mandatin e katërt dhe e dorëzoi si qeveria që ekonominë e kishte më të mirë në gjithë Europën. Ndërkohë që i njëjti model dhe i njëjti trend tentohet të riprodhohet këtu duke përmend emrin e asaj zonje nderuar për një realitet të përmbysur. Është i përmbysur, ndaç në rezultat, ndaç në shifra. Pra, mënyra se si populli shqiptar po reagon është me të vërtet i çuditshëm. Blon më beso dhe unë mendoj, jo sepse ne kemi një defekt në start, në gjenezë, në ADN apo në çfarë lloj gjëje, por sepse mbase të gjithë ata që ishin të vlefshëm kanë lëviz dhe kanë ngel një numër i popullsisë që dominohet nga ai personazhi që quhet patronazhist, që është një entitet i caktuar që qarkullon. Është një qeliz kanceroze e shoqërisë tonë. Shiko, Andi, sepse unë dua që të cekim disa tema sot edhe ajo gjimnastika e trurit që doja të bëj unë me sot, që po e konsiderojmë një si pjesë të tretë të kësaj bisede, do të dëshiroja të flisnim pak për atë që e cekëm pak më përpara, që është realiteti gjeopolitik europian, por edhe i komshinjve tonë në juglindje. Të me thonë me të gjithë hatan edhe zëntyrin e madhe që po ndodh atje. Si do ta përshkruaje ti? Si do ta përshkruaje ti në një mëngjes tetori në një kafe të Tiranës, një ditë të diele, ora 8:30? Si do ta përshkruaje ti se çfarë po ndodh? Se do flasim për gjëra që ne nuk kemi fuqi të ndryshojmë, kupton? Por që si do ta përshkruaje ti çfarë po ndodh tani në këtë sferën e baltës dhe ujit? Buqim në bu, CHI, bu, CHI, podcast.